stacionin. Ne kemi marrëveshjen e orit. Ndoshta kishim qenë obligimi liderëve të cilët kanë lip votat me çfarë këtë çështje, po ty ditë postën që ke pasën të kaluar e di që nuk hezitoni të ke pjesë, po duhet ta marrë opinion për marrëveshjen e orit. Unë nuk dal me votu kësaj here, pa ditë saktësisht se lider më tregon detaje çka ka menduar me marrëveshjen e orit. Jo më dëshmitar i pavullnetshëm i pesë qeverive, që unë se 8 vjet merra me një çështje. Asacioni, zajednica, marrëveshja, kjo e njëjta procedurë, e njëjti degradim, e njëjta situatë, e njëjti presion, e zhvillimi ekonomik ka me zero, ka një për shtypja që është umbet si letra më mirë e mashtrimit, e mbulimit dështimeve ekonomike, marrëveshja, asacioni, asocim stabilizimi i Kosovës me Serbinë. Profesor, opinioni ju për marrëveshjen e orit, edhe ta keni me qenë qartë cilë dhe këzat në zgjedhje për këtë marrëveshje. Tani në qeverinë Mustafa është nënshkruar marrëveshja stabilizim asocimit, që është marrëveshja e parë kontraktuale e Kosovës, formale e Kosovës me Bashkimin Evropian, me kushte të caktuara sepse ende janë 5 vende të BE-s që nuk e kanë njoftë Kosovën. Po pavarësisht asaj, ne jemi konsideruar si njëri nga vendet e Ballkanit të perëndimor që hyn në proces të plotësimit të kushteve për integrim evropian, duke pranuar krejt ndihmën e nevojshme, sikur çdo vend tjetër, duke bërë progres hap pas hapi. Tani me këto kurthimin që e ka bërë Kosovës, edhe me këto masa, edhe me proceset e dialogut, krejt këto praktikisht janë spostuar, janë lënë anash. Unë jemi bindur që ajo që duhet ndodhë në qeverinë e ardhshme është ta kthejmë dialogun në binar, ta fokusojmë në dialog për njohje reciproke, për marrëveshje përfundimtare me përfshirje të aleatëve kryesore. A mund të kthehet në pikën e marrëveshjes reciproke deri se kemi një marrëveshje e cila është nënshkruar? De facto është nënshkruar, profesor. Unë besoj plotësisht. Edhe do të kërkohet implementimi i saj. A mund të implementohet të negociohet një marrëveshje për cilën kanë rënë dakord? Edhe pse kryeministri si thotë që bujqësi nuk e ka nënshkruar, po na e dim si ka di marrëveshje ndërkombëtare me afion dakordanca për të një nënshimin letër, më marrë si argumentin i pajtueshmërie dhe një obligimi ndërkombëtar. Me një kryeministër normal, me një qeveri normale, kjo është plotësisht e mundshme. Unë po ja përvojën time. Unë kur unë ka marrë qeverisjen, ne kemi qenë me ato problemet, me ato taksa që u vendosën në qeverinë Haradinaj. Edhe kemi qenë bukur të lasha atëherë, edhe në komunikim, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe me Bashkimin Evropian. E kemi qartësuar atëherë në ditë e para të kur kemi filluar qeverisjen, në qershor 2020, ne kemi bërë qartë çka dëshirojmë ne si Kosovë. Ne dojmë që këtë proces të dialogut ta përmbyllim. Ne jemi të gatshëm të hyjmë në dialog për marrëveshje për njohje reciproke. Në këtë proces ne duhet të lëmë anash çështjet e mëparshme, çështje teknike, dhe krejt këto çështje që kanë bërë të paadresuara në të kaluarën të bëhen pjesë e marrëveshjes përfundimtare për njohje reciproke. Ishte një draftin e statutit të asociacionit që e kanë pranuar në qeveri këta. Para 2 vjet kanë pranuar në qeveri dhe nuk e kanë kthy prapa. Është shqetësuese ta zëm koha tranzitore prej 5 vjetëve për arsime shëndetësi që duhet funksionojnë me sistemin paralel të Serbisë. Me pranua draft, mos me kthyja draft, mos me kundërshtua atë draft, ti veç dush me qenë kundër shtetit Kosovë. Po, kryeministri për thotë që tashmë ka vdekje, vetë fakti se s'është implementuar, edhe nuk është pranuar nga Aleksandar Vučići, nuk ekziston më kjo marrëveshje. Edhe pse para një mujditi tha, nëse bona kryeministër keni deklaratë një mail që e dërgoj, tha do të implementoj të gjithë atë. Është Ky kamet duke tregu pralla poshtë e lartë në për tubime elektorale ti, të aktivistëve ti, në për medje, në për poshtë e lartë, po nuk është duke ndëgju kërkush. Për që për para agjendën shtetërore ti duhet kesh mbështetjen dhe dakordimin e aleatëve kryesor me tatë. Ky ka humb, ky dhe para shtetit dhe presidenti e kanë humb çdo lloj kredibilitetin në arenën ndërkombëtare. Edhe kryeministri dhe presidenti kanë Unë besoj që kush më seriozisht nuk i merr të njerëz. Tjetër gjë thonë, tjetër gjë veprojnë. Agjendën shtetërore janë nënshtrojnë interesave të tyre elektorale. Kalojnë prej një kandi në kandin tjetër sa i përket vendimarrjes së tyre. Profesor, po la shkoj shpejt minuta di kemi dikun edhe 8 minuta deri në fund. Mungesa ose mos emërimi i ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kosovë është si reflektim, është si tërheqje vëmendje, është sikur një sinjal karshi pozicionit politik të qeverisë të presidencës, apo për shkak të zhvillimeve gjeopolitike konsiderohet si bira e fundit e kavallit, që çdo një fjalë popullore të na. Sigurisht nuk mund të di arsyeën, se nuk mund ta interpretoj politikën e jashtme amerikane, po
edhe si kur të kishte ambasador fuqi plot në Kosovë,